Shikues të nderuar, miq të dashur, kudo që jeni ju përshëndesim me përshëndetjen e paqes. Asalamu alaykum. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Po takohemi me një trajtesë të re rreth emisionit ton Muhabbet Ramazani me dy bashkëbiseduesit e mi, me Halilin dhe Fahrudinin. Shpresojmë se do kalojmë momente të mira për ta trajtuar trajtesë që lidhet me jetën tonë, që lidhet me fen tonë. Realisht trajtesa sado që të quajmë ka të bëjë me jetën dhe jeta merr kuptim kur aja bashkëpunon dhe bashkëvepron mirë edhe me mësimet hyjnore, mësimet e Zotit. Sigurisht se gjithë njerëzit kudo që janë e dojnë jetën, edhe mundohen që një formë apo tjetër ta jetojnë jetën. Mirë po se sa ata janë të suksesshëm në jetën e tyre, sa i tregojnë shkallësitë e tyre, sa janë dobishëm për rrethin e tyre, sa i kuptojnë realisht edhe tekstet gjithsesi porositë hyjnore, është një çështje që dallon prej personit tek personi ose prej një grupi te grupi tjetër. Pra, prafërsisht kjo është aja boshti asaj që na do të debatojmë me mysafirët tonë. Është bën një holumtim si hyjme të misionit ku është trajtu problemet e rinisë në botën islame, por edhe në përgjithësi në botë, në kuptimin e aspektit shpirtëror dhe në ardhmë në përfundim këta studiues që janë 3 probleme kryesore me cilat përballet rinia islame apo rinia përgjithësi në botë. Problemi i parë është mungesa e këtyre trive për ta lidhur mësimet e fesë me jetën, gjithsesi për ta futur fen brenda jetës tyre. Kjo është problemi i parë. Problemi i dytë ka të bëjë me çështjen e përhapjes së dukurisë së ateizmit, që është një problem tjetër, i cili vjen si rezultat i mosqasjes mirë në raport me atë që është hyjnore, dhe problemi i tjetër është plagështia gjatë kryerjes së adhurimit për ata që janë fetar apo që veç janë praktikues të adhurimit. Këto ndoshta janë probleme të cilat burojnë si rezultat i mos kuptimit të drejtë të qasjes ndaj jetës, po pse jo edhe ndaj fesë. Andaj unë nuk e kisha zgjat më shumë, jeni të lirë Halil Fahrudin që me fillu sqarimin e trajtesës së bashku. Përshëndetje juve, përshëndetje gjithë miqve që janë me ne. Sigurisht ai që po diskutojmë ka të bëjë me jetën edhe fen, dhe mendoj se është bukur çështje me rëndësi me shumë me rumbullaksu, për arsye se janë dy çështje që do më i prekum secili. Jetën e jetojmë secili, domthonë dikush mund të jetë mos jetë fetar, po praktikisht ndëgjon, domthonë jeton me një interpretim të fesë, domthonë sepse feja është çështje që e ka përcjell njeriu gjatë gjithë historisë. Janë dy çështje të cilat dorën zemër ka ditë historikisht njerëzimi me i shkput, ka ditë historikisht njerëzimi me kriju konflikt mes fesë dhe jetës, edhe dyqysh me të pru para një akti shpesher, domthonë për me qenë fetar, s'duhet me jetu, ose duhet me jetu larg jetës, ose për me qenë njëri jetës e i zhvillimit e i progresit, faktisht duhet me lënë anash fen. Ky lloj konflikti, domthonë, mund ndodh me fe të ndryshme, ndonjëherë ka ndodhur me fen tonë, jo për fajin e fesë tonë, po për fajin e interpretimit shpesher jo të saktë, jo të drejtë të fetarisë. Unë kisha dashur më referu një thonje që mendoj se është për mua shumë thonje me rëndësi, thonje për fjalëve të arta të pejgamberit alayhis salam, që ndoshta shpesher kjo thonje transmetohet kryesisht te çështja e gjunaheve, e mëkateve, po që unë sot pe transmetoj në një kontekst krejt tjetër. Hazreti Muhamedi alayhis salam thot, Zoti i Madhreshëm ka porosit duke thënë, sikur ju mos kishit gabu, mos kishit bo gabime, dhe më thonë të ishit konë jo pa gabushëm, Zoti ju kish hjek juve për kësaj botës, Zoti nuk dënë kësi njerës që s'gabojnë, e kish pru një popull tjetër i cili gabon, kërkon falje dhe Zoti ja falë. Kjo thonje, pejgamberit alayhis salam, kryesisht përdoret në rrafshin e pendimit, dhe më thonë që ne jemi njerëz dhe Zoti na ka kriju të tillë për mundësinë e gabimit. Por që thonja në shiqimin e parë mund të ketë një keq kuptim, domethënë kur që ndëgjon, për shembull, ai që më dëgjon mua. Do të dikush mund të më thonë që pasi që njeriu është kriju me gabu, atëherë pse me pas shërtime prej mësimeve hyjnore që nëse bën këtë mëkat e ki këtë
Po është edhe çështja është që në shiqen të parë ta jap përshtypjen që pejgamberi po thotë njerëzve gaboni. Domthonse se hyni njerëz në realitet thirrja e pejgamberit këtu nuk është gaboni. Nuk është ideja gaboni, është një çështje krejtësisht ndryshe, mendoj. Çështja thotë kështu: njeriu kur fetarizohet, njeriu kur fillon me i besu Zotit, edhe me respektu ose me ju nështru Zotit, pe i frikës të madhe se po gabon, fillon mu izolu, fillon mu bloku, fillon mu s'më guxu as me mendu. Edhe a keni pa, zakonisht është fenomen që shumë shoqëni, si të fetarizohet, izolohet. Nuk shkon të dajt, nuk shkon të hallat, nuk den në autobus, nuk den në qarshi, se u bo fetar, tash ky s'guxon me lëviz, nuk guxon me qesh, nuk guxon me bo ndaj shaka, ndaj muhabet lirë, se u bo djali fetar. Keni parasysh? Alel, nashta po ndërprej, po nashta me pas përdor termin, unë mendoj që nashta është më mirë mos me bëni ndamje fetar dhe jo fetar. Po ndoshta ai që ka kuptuar jetën drejt dhe ai që s'e ka kuptuar jetën drejt. Për arsye se ndoshta se di sa qëndron, po mendoj që unë i bindun që është shumë e saktë thonja që feja është jetë dhe jeta është fe. Ndoshta problemi i njerëzve është që i llogarisin si dy pole të kundërta. A ka mundësi kjo me po pajtemi ty po ne ndoshta masi jem të shpjeguese, ndoshta është vështirë me nda, po për hir të interpretimit i kena nda si shpjegim vetë. Po si shpjegim. Ajo që kesh të thonë Bedri është se domethënë njerëzit kur dojnë mu bo fetar ose kur futen me qenë fetar, domethënë fillojnë mu izolu, edhe fillojnë mu bloku ose fillojnë mu tërhiq prej jetës. Këtu vjen ilaçi i pejgamberit alayhis salam. Domethënë nëse ju nuk kishit gabu, Zoti ju kish hjek e kish pru një popull që gabon. Kjo i bjen që levezni, ani se jeni bo fetar, ani se doni Zotin, ani se mundoni me qenë të përpekt karshi urdhave të Zotit, kjo nuk i bjen që ju zot me levezni ju, sepse në momentin kur levez shki me gabu. Kjo është, domethënë, absolute. Tash problemi ku është, domethënë, pejgamberi nuk po thot gaboni në kuptimin bukfal. Pejgamberi po thot gjallnoni, levezni, domethënë, dini një jetë. E kjo gjithçysh keni me gabu, sepse nëse njeriu në këtë botë nuk don mos me gabu, veç duhet me bëu gjë. Domethënë, si dosh mos me gabu, s'duhet me bëu gjë. Si çohesh në këtë botë, hapin e parë që të shpej shtëpisë, me gjallnu, me punu, automatikisht fillojnë gabimet. Tash këtu vjen, domethënë, ju që bëni fetar, ju që interpretoni fen, mos u shkputni pe jetës, ju respektojeni Zotin, dujeni Zotin, bënu fetar, po mos u nalni pe veprimtarisë, angazhimit të jetës së punës. E gjatë veprimtarisë keni me gabu. Kjo nëse kisha mujt Bedri, nëse më fal, veç me ilustru kështu konkretisht. A i keni pa në Afrikë, janë ato gratë që i qesin të varë kofesh me molla, ose i qesin kry, i majnë ato shumë preces. Domethënë, kjo i bjen që kur të qesh atë kofin i ki do molla, ty tash ti zguxon me lëviz, domethënë se të bin mollat. Pejgamberi po thotë, ani se ti ki vlera, ani se ti tash i ki vlerat e tua. Levez disa ato vlera ka mundësinë një më të ra, po të më e kompenzon. Domethënë ideja është një fetar që ka vlera. Nuk është ideja që ato vlera me i konservu, me i bloku. Ato vlera me i shfaq shoqni, normal kur shfaqen shoqni ato stërpiken ka pak, ato vlera tani kontestohen, debatohen, në ikon edhe ka mundësi me qenë relative, po kjo është feja dhe mënej që a domethënë Faradin që se pak për ndërprejmë Halilin për më lidhe për meni punën. A domethënë që puna është edhe prej kërkesave hynore dhe realisht njerëzit punojnë se cilin atë takatën e vetë me atë energjinë që e ka, po fetaresh kur kërkohet me punu njëri. A kërkohet me ia dhënë hakun punës, kuptimin general të përgjithshëm të saj. Unë them që jo rastisht Zoti e ka lypë neve obligimet ditore që i kemi, 5 herë në ditë kryerja e namazit që shumë njerëz menojnë që nëse falesh nuk i ko me punu. Se zakonisht kur i thu njerëzve për shembull pse s'po falesh, thotë s'kam vakt, se duhet me punu, duhet me hongër, duhet me jetu. Mirë po, kur e këqyr për shembull namazi, pe 24 orë nuk ti merr asnjë orë komplet. Që po ja do thotë 23 orë ti duhesh me punu. Ti duhesh me kon vazhdimisht në lëvizje. Po para të vazhdimisht të punën që mendojna pak që pe bënte një farëndarje mes adhurimit edhe puna praktike që bën njëri për me siguru tarnat për familje. Edhe kjo është obligim i fesë, po shumë njerëz e kryejnë sa i përket punës, na e dim që Islami jo që i thret në punë, po Islami nuk e don atë njeri që s'o punëtor. Feja nuk e don pa punëtorin.
se nuk na duhet ai njeri. Se ajo është parazit, ajo është barë e shoqënisë, ajo është i ranë për familjen, nuk sheh hajër kërkush prej tina. Por që ta kur erdhi një njeri te pejgamberi sa më pi flet pejgamberi sa edhe kur i foli pejgamberi sa më këshyr dora punëtorit, dorë e vrasht pak, jo dorë e but. Tha, oj dërguar i Zotit, tha këto pe punës e kam. Tha, pja qënë dorën pejgamberi sa më, tha çit dorë don Zoti. Dorën e punëtorit se pe ti ka hajër. Ama pe atina që ndoshta mendon që si të him fe, ai s'duhet me punu ose duhet me kon veç mbrana xhamisë. Për këtë lloj njerëzve na nuk kem nevojë. Është edhe rast tjetër për me ilustru më mirë, Omeri kur ka hyrë në xhami ka gjetë njonin në kohën e namazit për shembull drekës në xhami, prapë në xhami veç tunet në xhami të mos dal për xhamisë se do mendojnë që si ti je fetar ti duhesh më shkyç për jetës. Edhe i thotë ti kush të mund ty? Kush punon për ty? Tha vëllai. Vëllai ka më mirë se ti, më adhuru se ti ka. Se ti kur do të ti nëse veç bllokuhesh veç me fetarizëm në aspektin e ngushtë, ty nuk të sheh hajër kërkush. Ose është problem tjetër që e kem, që mendoj që edhe ata që nuk i praktikojnë ndoshta urdhat e Zotit, mendojnë që nëse unë aktivizona, do të thotë i kyç në afes, unë mos muj me kon i lirë, s'muj me dal, nuk kam drejt me dal me shoqëni, me dal mu arktu e sana, jo, feja këtë këto i ka. Po duhet me pas parasysh i ka kufit, në kufit halalit, mos me shkel ato vijat e kuqe. Përkundrazi, njëherë kam vetë njënin për shokët pejgamberit, shokët e pejgamberit se janë kanë të izolum, që ndodhë të na, si deri dje u kanë shumë i hare, shumë në gjë raste për shembull, u kanë shumë i dashtë në kenajt me të e knaqë muhabet. Si u këthym fe, e ka marrë fejnë që i feja të robotizën, edhe të zguzas me kesha, zguzan me jomërë. Nuk është feja kështu. Farudin, që të është mënej që ai tash pi tutet gjunojt, pëse ai nuk, ai po frigohet, që nëse shlejohet. Amona po bim një gjuna matë madhë. Po bim një gjuna matë madhë që i bëjmë njerëzit me menu që si ti jetë shqefalesh, ti po dashka me konë akëll në raport me njerëzit. Kjo është gabim shumë i madh, ti bën njerëzit mu iritu prej fejës. Ndoshta Farudin, pi thot tash, shumë interesant pi thot, këti shokët pejgamberit a kanë kesh shokët e pejgamberit? Vallai kanë kesh, janë kënaqë muhabet. Janë kanë njerëz. Janë artu njerëz janë kanë. Ama imanin, besimin e kanë pas si kotër. Këto duhet me kuptuna që imani nuk na bën neve që na me kon në ngurt. Këtë Farudin është pak problematika këtyre njerëzve, për njerëzën përgjithësi është te aplikimi i mësimeve të fesë realisht mi fut në jetë. Edhe kjo është se teorikisht nuk mjafton njëri me pas ndoshta vetëm një teori të mirë, me ko teoria domethënë e saktë, po problematika më e madhe është që kur është teoria e saktë, se njeriu ka nevojë për teori, do të me pas aplikim duhur. Dhe na teorikisht pëdim që mësimet e fesë janë të sakta se burojnë prej pagabushmit. Po këto defekti që na pra nuk njerëzit këto kisha thonë që njerëzit po mendojnë që feja ka ardhur për botën tjetër. Mendojnë ashta që është një koncept që do të me diskutuar. Po atëherë pse u llogarit pejgamberi alayhis salam për njerëzve më të suksesshëm në rrugën toksor. Po kjo është problemi, domethënë njerëzit po mendojnë keq kuptuesit realisht të mësimeve të fesë, po mendojnë që feja realisht pas ka ardhur për çka, për botën tjetër. Realisht na jetojmë këtë botë. Jeta jonë në botën tjetër varet prej suksesit, prej asaj që kemi mbjellë në këtë botë. Që kjo është mendoj që është një paradoks që të shumë njerëz domethënë është bë paradoks në kuptimin që ata kanë vetë edhe ata që realisht po i thënë vetet që kanë hinë fe, po praktikojnë fein, po edhe ata që se kanë marrë guximin me praktikuar fein të epokit grupin e parë, edhe të dy partë kanë çalu. Dhe tash unë mendoj që edhe heroli i kësaj trajtese tonë duhet më konë që këto konceptet gabune në raport me mësimet e fesë më ia sqaron njerëzve, për shembull ligjet hynore të cilat kanë ardhur përmes profetëve. Çfarë roli kanë ato? Ato kanë ardhur që përmes fryteve që i dhojnë, përmes aplikimeve tyre, mi përmirësu sjelljet e njerëzve. Dhe realisht kur përmirësohen sjelljet e njerëzve, atëherë që ato tri problemet që i përmendëm në fillim, atëherë eliminohen. Si eliminohen? Se problemi është sot shoqëni, ndoshta pak po dal, po kthehena pak te familja, sot shoqëri kemi problem divorcin, që është një problem si rezultat i humbjes së dy shtyllave të martesës, që është për shembull dashuria
dhe mirë kuptimi dhe mshira, humbja e këtyre shtyllave në jetë bashkërtore ka bëjë që atëherë automatikisht si pasojë vjen të divorci. Nëse dikur 100 raste, 100 bashkime familjare, gjithsesi martesa, ka ndodhur 4 shkurërzime, sot halal shohim që në disa vende është 80. Nëse ka ndodhur 100 martesa, 80 apo 40% jashtëzakonisht e madhe. Kjo unë mendoj që kjo vjen edhe kjo nuk përjashtohet as në mesin e atyre që janë fetar, domethënë bashkëshortëve. Domethënë diçka nuk është të funksionuar. Unë mendoj Bedri është arti i jetës. Domethënë na çka po bisedojmë? Na po bisedojmë që thjesht po dojna po mendoj ideja jonë është më ofru fenë edhe jetën. Edhe domethënë mos me kriju në asnjë situatë konflikt ose mos me qit njerëz para aktit të kryen. Kur ti thu dikujna a jeti besimtar po nëse ti zhvillon këtë botë e hub botën tjetër. Ose nëse e zhvillon botën tjetër ose nëse e lën këtë botë fiton botën tjetër. Ky lloj konflikti mes kësaj botës tjetër, mes vetjetës edhe fesë, mendoj që në koncept është domthonjë çësia e gabuar dhe unë jam teolog, jam hoxh. Unë për shembull flas me kompetencë. Nëse njeriu e shqyrton fen, e lexon fen, po flas fen islamin në këtë rast. Krejt mësimet e Zotit në këtë botë i kanë domthonjë tri rrafsha, janë 3 fushë, janë 3 domthonjë degëzime të tëna teksteve të fesë. Një degëzim ose një çësje e fesë është na dhe Zoti madhreshëm. Fol për Zotin. Për shembull ti shfleto Kur'anin. Kur'ani 1% të madhe flet për Zotin e madhrueshëm. Tu mundu me tregu njerëzimit se kjo botë ka një Zot. Edhe tash, mundohet me kriju relacion mes robit dhe Zotit, se në momentin kur robi faktikisht arrin me kriju relacion nëpërmjet besimit, punëve të mira, adhurimeve, faktikisht fillon me qenë i dobishëm në tokë. Kjo është, domethënë, rrafshi i parë i mësimeve. Rrafshi e vija vertikale. Rrafshi i dytë i tëna mësimeve të Zotit është formimi i insanit, formimi i njeriu. Na këtu po çalojmë shpesh. Na po përqafojmë fen, për me prediku fen. Jo vëlla, na s'ka nevojë me përqafu fen. Na ka nevojë me marr fen, me i rregullu problemet tona, mu formu na vet, me nrjeq familjen, me bë bashkësi të saktë, me bë biznes të mirë, me bë jetë mirë. Feja nuk përqafohet, domethënë, ndonjëherë se është ai debati Bedri, është ai muhabeti që a është e shajt jeta apo sistemi, se disa e kanë shejtnu jetën në kurrës të sistemit, e disa kanë shejtnu sistemin kurrës të jetës. Ai që lexon fen ton me vëmendje, Islami është në favor të shejtnisë së jetës edhe në kurrës të sistemit, sepse ti e ke në Kur'an fisnik. Nëse rrezikohet jeta e besimtarit, bin ligjet, bin rregullat. Domethënë, kjo del pa që shejtnia jeta është më shajt se ligjet. Hazreti Omeri për shembull ka guxuar me pezullu ligjin e ligjin për vjedhje. Pse se ka pas varfëni, domethënë më shumë e ka respektu jetën se sa ligjet në këtë rast. Unë isha ndërlidh nëse Farudini më kishte leju veç të kompletoj edhe çto Bedri. Janë këto 3 elemente. Unë po kam një çështje pak më ndryshe me çato që e the. Të drejtat e Zotit në raport me Zotin, apo haku i Zotit që njihet, edhe të drejtat në raport me njerëzit mes veti. Unë kisha thonë që do të pak kur janë pyetje kur ndeshen këto 2 lloj drejtash. Tash njënës do të mbyllo patjetër përparësi. Të pas para ndoshta pikë ti prizme e tha edhe ti, unë kisha që Zoti hakën e vet na ka falë kuptimin. Farodën që ani edhe nëse lëni mungu drejtën tan, drejtën e robit mos e lëni. Që na ka kthyr te çaja që po diskutojmë që është me rëndësi shumë çu shikini raportet ju mes vetes, raportet e Zotit të mira do të më kanë edhe raportet me njëri tjetrin. Unë për veti, domethënë për mua feja si hoxh i ka 3 rrafshe. Rrafshi jam me Zotin, rrafshi unë me vetveten time, edhe rrafshi që tash edhe Bedria e potencoj, rrafshi me të tjerët. Kur po tham me të tjerët, unë nuk i kisha veçuar veç njerëzit, edhe kafshët, edhe bimt, edhe ambienti, edhe rruga, edhe gjithçka. Gjithçka që na rrethon jetë është jetë faktikisht. Edhe njerëz, për shembull, baba nëna janë jetë për neve, bashortja, fëmia. Domethënë që kjo është feja praktikisht. Raporti jonë me Zotin, raporti jonë me vetveten, edhe raporti jonë me rrethin. Problematika ku qëndron? Kur interpretohet feja veç lidhje me Zotin, edhe anashkalohen 2 rrafshe të tjera.
ose çdo lloj interpretimi i mangët, karshi këtyre tri domthon qasjeve, nuk e paraqet fen komplet edhe në kësaj krijon konflikt mbrapa me mes jetës së fesë. Është interesant të puna e mos më cenu drejtën kërkuj. Qoftë ai njeri ose pavarësisht çdo krijesë tjetër, gjallësi tjetër, e që thë edhe ti vedri që Allah do të sa i përket raporteve mes te dhe tina, nëse edhe gjunaçari më i madh na e di matrostin që i ka myt 100 vet, edhe Zoti ka bën mrekulli për to. Veç me e kthy, me e pështu prej dënimit. Mos me vazhdu me krimet e tina, ketja ka fal. Mirë, po kur është raport me njerëzit duhet me qenë shumë i kujdesshëm. Nuk të ka hije ty si edhe mu si fetar ose si praktikues, po them, që me acenu drejtën kërkuj. E dim rastin kur i than pejgamberit alayhis salam, than një plak, adhuruese, praktikuese obligimeve san, mirë po tha e ka nguju një mac, në fjalë ka cenu drejtën një gjallëse, një shpirti, tha edhe se ka lënë as me hongër vet, as me pi, as nuk i ka dhënë ushqy derisa ka ngordh. Amo kënej ka pas obligimet të i kry, po ka cenu drejt jetës dikuj tjetër, edhe nëse s'është njeri. Po thot pejgamberi alayhis salam, ajo është në zjarr në xhenemit. Si t'ja cenojsh drejtën dikujna, do thot ti e ke cenu drejtën e jetesës. Ndërsa kur është puna te raportet, për shembull, mes burrit dhe gruas, na në Islam e dim që s'lejohet me rrejt. Përveç në 3 raste. Do thot gënjeshta e kam pyet pejgamberin sa a mundet me kon edhe besimtar, edhe frigacak, po a mundet edhe besimtar edhe koprat, po pas trashëguna ato problem. Do thot janë veti që mundet mi pas një praktikues, ama a mundet me kon edhe besimtar, edhe gënjeshtar, ka thonë smundet. Se nuk i shkon për nuk e duron feja. Nuk e duron feja me kon rënd, se për rëndës vijnë shumë qia, përveç në 3 raste një për tyne, do thot me rrejt burri gruan edhe gruaja burrin në aspektin e emocioneve, dashnisë për me forcu lidhjen mes tyre, me siguru që jetën me vazhdu jeta në harmoni. Do të sa i ka kushtuar rëndësi Islamit, synimi asvetëm jetën në këtu. Synimi ofisnik. Po, do të me pas kujdes që jeta është nuk guxon ti si praktikues me paraqit fejen shumë të rëndë të njerëzit që do të me kon fetar të dush ketë më ndryshu, po edhe ata tani të shkretin një farfur me thonë që po tutën me provukët. Farudena kështu mujt ndoshta me përmend një tregim që kur kemi qenë fëmijë, vegjël prentun, ndoshta jo kanë treguar edhe juve, ndoshta edhe keni lexuar tregimin atë prallën kur një person e paska pas një ari shumë të mirë edhe ka qenë shumë i lidhur me ta, dhe ariu me atë instinktën e vet e paska dash pronarin e vet. Dhe një ditë morën rrugtim, shkojnë mal, bjeshk dhe i zënata, pronari lodhet, flen dhe një miz apo një insekt fillon fytyrën e tij dhe sheh ariu tash nga dashnia e madhe që kishte për pronarin, e merr një shkëmb dhe për me pështuar realisht instinktivisht për me pështuar pronarin i bjen me atë shkëmbin dhe e myt. Mo nganjëherë edhe njeriu nuk mjafton vetëm me dash dikan, po duhet me ditë çush më ja shpreh atë dashninë. Edhe nuk se zakonisht na kur ftojmë dikan rrugën e Zotit, kur e ftojmë dikan që murit për dukurie negative, nuk mjafton vetëm me ditë pasojat e çatij problemit, po duhet me ditë çysh me ftu ato, çysh me ja shpreh formën që me zgjedh ose me nxjerr për atij problemi, që është nganjëherë është atë të mos ditë që të shkallësin që Halili e quajti shumë mirë arti i jetës, nganjëherë ndoshta pi shkaktojmë njerëzve edhe në emër të fesë, pi shkaktojmë probleme më të mëdha se sa që ndoshta janë kontu. Edhe pe bojna realisht të disa njerëz është bo feja si një lloj gogoli, si të përmenet domethënë feja, më njëherë njeriu të shkon mendja të domethënë realisht me dal njëri prej vetes, me prish stilin e jetës. A ka mundësi me rujt njëri stilin e jetës edhe tu e aplikua edhe realisht edhe urdhëresat hynore? Sa pas shef pak një koment shkurt rreth citatit ku Zoti i drejtohet profetit Muhamedit alayhis salam, ku i thotë me të vërtetë ti je në shkallë të lartë moralit. Zoti i gjithësisë dhe çdo krijesë pi thot Hazreti Muhamedit pejgamberit që ti je në shkallën më të lartë të moralit. Nëse kish pas diçka
që e cënon moralin e pejgamberit sa, s'po folëm për fetarizmin e tina. Do të thëj, realisht, na edhe nuk duhet edhe mi nda, kur të këqysh, se fetarizmi, na po folim vazhdimisht që është jetë. E pi thot pejgamberi sa ti je shkallë lartë moralit, nëse diçka kish pas që ja cënon moralin pejgamberit alayhis salam, s'kish mi thonë Zoti në Kur'an që ti je në shkallën më të lartë moralit. Po tash kur ndolesh me këshyr, a ka diçka që ka bëu të keqe në jetën e vet pejgamberit sa që na smuj me marr shembull se Allah që ka gabu, s'ka. Po kur të këshysh në aspektin e familjes, mos i ucek si problem, edhe që është shumë aktual sot, puna e divorcit e shturjes në familje. Familja të depresioni tyne që është një smundje kohës. Depresione, probleme të ndryshme, do të që janë. E shef pejgamberi sa që në familje, kur u shkon pejgamberi alayhis salam në familje, ka thonë bashkëshortja e atina që e ka gjallnu familjen. I ka thonë në jetë, kur u konë. Me një fjallë, kur s'u konë bashkëshorti i shtëpi, u konë jetë e zëmë. Ku janë sot praktikues të islamit në raport me pejgamberin sallam? A janë tillë kur kthehen familje? A japin jetë familjes apo Zoti na rujt e këshyrin tash vjen i punë mos vetë për neve? Ose në raport me shoqërinë. Për me ta jo me ta plotsu konceptin tan, po mbas e përmendë raportet burr-gruan familje. Për shembull në ditë lexova pak si ka qenë pejgamberi në familjen e tij. Raport me Aishën, me bashkëshortën e tij për shembull. Dhe në ditë Aisha e pyet pejgamberin sa thotë sa më don. Apo si është, a din me ma përshkru si është ajo dashuria jote për mu. Pejgamberi shprehet halal me, thotë është një nyje. Dhe më vonë, dhe më thonë një nyje e lidhën fart, nyja djetë është probleme zgjia. Edhe më vonë, në ndërkohë, mënyrë alegorike kanë bisedu me njëri tjetrin çush është nyja, është shumë fart. Dhe më thonë, kanë gjetë forma çush me argëtu që mos me konë familja një lloj burgo. E realisht njeriu kur të është jashtë punës, lodhet, ndoshta stresohet pak edhe kalon depresion, qëllimi i familjes është kur të kthehet njëri në shtëpi, qoftë burri ose gruaja në mesin e xhirit familjar pak mu qetësua dhe mu kënaqsh shpirtërisht. Kjo realisht po mungon shumë familja. Nëse isha dal pak kështu pe një rrafshi tjetër. Këshillim, na çapo folum, nuk po mendoj që s'ka dilemë në pastërtinë e fesë tonë. Në argumentimin e teksteve, dhe më thonë edhe të jetës dhe të profetit a.s. Problemi kur, Farodin edhe Bedri, problemi kur dirë në teren, dhe më thonë shoqënit tonë janë shoqënit prapambetne, jem shoqënit pa zhvillu me obur, edhe dhe më thonë ti ishe shoqënit perëndimore, janë shoqënit tjera, dhe më thonë, janë, tash këtu që ndrën problemi që dikush mune me thonë, për shembull, që ka po në gjanë, dhe më thonë ti, dhe më thonë, këtu po krijuat ajo opinioni që për me qenë progresive, mu zhvillu, me zhvillu jetën, me kuptimin duhet me lanë fenë, sepse po thuhet shpeshherë që perëndimi ka ecë tutje se e ka anashkalu fenë ose ka lanë anash fenë. Tash, po mendoj këtu e lexova një hulumtim para disa ditëve vetëm. E kundër ta. Më pëlqeu shumë një çështje Farodin. Kur e kemi lanë. Jo, një çështje që më pëlqej para do ditë që është shumë interesant. Von perëndimi nuk ka zhvillimi perëndimor nuk ka të bëjë me fenë, jo se ka pengu feja ose ka stimulu feja. Janë çështje e kulturës së popujve, popujt që janë zhvillu. Ish bani hulumtim Bedri, popujt e zhvilluar dhe popujt e prapambetur. Popujt e zhvilluar krejt botën i kishin një nën karakteristika, veçori që dallohen prej popujve të pa zhvilluar. Po i cek veç shkurtimisht për hir që na kemi nevojë shoqënisë tonë edhe kësaj lloj predikimi më i dhënë, domethënë e para ke etika si parim themelor i jetës, aspekti morali me qenë themel i jetës. E dyta, qëndrueshmëria. E treta është përgjegjësia. Popujt të zhvilluar janë popujt të përgjegjshëm. E katërta, respektimi i ligjit. E pesta, respektimi i drejtave të tjerëve. E gjashta, domethënë dashuria për punën, jo vetëm me punu, me dashur punën. E shtata ke dashuria në investim, edhe në kursim, domethënë popujt të zhvilluar e dojnë investimin edhe dojnë kursimin. E teta, përpjekja ose që më thonë ai sensi për shpikje, për inovacion, dhe më thonë, bota sot, çdo ditë shpik diçka dhe na herë kur po fulem me studenta. Po nuk ka bë më rëndësi me kry një shkollë me marrë diplom. Qyr shpik diçka është ideja me shpik, nuk ka ideja për shembull i ka kry provimet, e ka kry fakultetin edhe u dal. A ke shpik diçka, ke dhënë ideja, ideja është e inovacionit edhe shpikjeve dhe e funit ke popuj preciz, janë preciz. Dhe më thonë, këtu janë një grumbull vlerash
që na si tash po foli si Hoxh, ish dasht me i stimulu edhe ish dasht me fe, me dhon mbështetje fetare këtyre vlerave. Problemi është atë që e aplikim fort spajtoj këtu me Halilin që i cekë këtu, megjithëse janë ndoshta dhe dikun, po jo bash se na e dim që ka edhe raste tash fali teknologjisë na po shohim edhe jeta që zhvillohet në këtë botën e civilizuar ose të përparuar që ju thonë. Për shohim që në momentet për shembull kur ka kamerat më shefta, shohim se për shembull i bjen dikuj për marrë shembull kuleta për gjepit, qysh reagojnë në vendet jo islame dhe si shembull për marrë. Ose vendet që janë pak ma civilizuar në kuptimin që të trune. Do thotë unë mendoj që nuk du me u mohu se smohot është shmenduri nëse them me mohu, po nuk është këtë rezultati edukatës, sa më shumë është që ajo pika 5 që e cekë puna e ligjit. Se në momentin kur e din që ligji nuk e rrok, për shembull ka raste që tregojnë njerëzit që në momentin kur nuk e ka pa kamerë ose din që nuk ka mundësi me kap me diçka, është në gjendje me bu krimin. Ndërsa na si problemi na e kemi që te fetarët e mirëfill fejnë që duhet. Te fetarët e mirëfill do të që s'punon kamera, është një kamerë pak më lart. Po, do të na e dim që ka kamera s'ka, ka ligj, s'ka ligj, ti nuk guxon me bose ç'e Zoti. Në çit parim na duhet mu eduku. Nëse edukohem qita, do të thotë problemin e kemi nuk jem të lexu. Problemi është që nuk pe marrëm fenë që duhet. Mendoj që tu duhet me pas në konsiderat se na që tu po të bëron defekti. Jo me ta s'pe kuptojmë fenë që ato që pe thu do të me kuptu që është feja me të bërë. Parodim për pak po bona pak me ty, kështu që s'ka lidhje. Kundra Halilit, po teksti që ka ardhur porosia e profetit Muhammed alayhis salam kur thotë Zoti dënë që kur robi e kryen një punë me përsosate. Dhe nëse e kemi këtë tekst profetik, që kur e kryen robi një punë, gjithsesi njeriu kur e kryen një punë, te Zoti ai ka sevap dhe shpërblim më të madh edhe grada më të larta kur ai e përsos atë punë. Domethënë, çështë të popullin nuk e kryen punën shkelë shka. Problematika ato që i përmeni Lili, ata kanë arrit një farforme, domethënë që me bën një standard jetës, kanë marrë prej duke u bazuar në thonën që urtësia është gjë e humbur ku ta gjesh merre. Ky fakt nuk do të më na zgjenjy neve, po neve do të ndoshta më na bë më kurioz edhe më me një elan, me një vullnet pak më të çelëk që më ju kthy realisht burimit ton. Se dikur, domethënë ishim ata që i prishëm botës, qoftë me inovacion, qoftë me zbulime shkencore, qoftë me përparimin e shoqërisë, qoftë me rregullimin e mirëqenies, po fatkeqësisht sot nuk mundem me thotë që jemi në kry, jemi kabishti. Farodena pajtoni me mu, na nuk është këtë halli veç me njoft fen, edhe me zbatu fen. Halli është me njoft edhe jetën. Na nuk pe njohim boll edhe jetën. E kuptoni? Unë nështë që tu, na po folëm në herë se kjo çështja e fetarisë relative tash, na feja është, po pajtojnë që është absolute. Zbatimi i fesë është relativ. Domethënë, se shoqënia zbaton fenë në takatin edhe në mënyrën e vet. Problemi është që na si fetar i na shkput edhe pe jetës. Edhe kështu në interpretimin, na sot për shembull kur flasim në për xhamia, na kryesisht folim për hoxhallar që e kanë shpjeguar fenë, na nuk folim për shkencëtarë burr. Na i kallëzojnë njët kush u Abu Hanifja, Imam Albani, na i kallëzojnë teolog, na spjegojnë për teolog, na nuk spjegojnë për shkencëtar. Që ata shkencëtar, Ibn Khalduni, si një sociolog, si një, domethënë një që ka dhënë realisht themeluesi sociologjisë njët. Po perëndimi Ibn Khalduni e një më mirë se na. Domethënë është një mungesë e njohjes së jetës. Për ata unë mendoj, një njeri fetar sot e ka bërç me zbatu fen, po ka bërç me njoft jetën. Na tonë dina të kalumen, për shembull, a ka mujt dikush me kon hoxh, me interpretu fen, mos me njoft jetën. Po hoxha këtu në herë u kon tregtar, u kon bujk, kështu një për shembull leje hoxhallar, kështu një profet e Zotit, pejgamberët e Zotit kanë qenë burr shtetas, kanë udhëheq shtete, kanë udhëheq shoqëni, kanë bul lufta, kanë qenë punëtor, domethënë ata kanë dalë, ata përveç që kanë interpretu fen, e kanë kuptuar edhe jetën. Hazreti Muhamedi ka dalë në treg, e ka shti dorën në thes të ati zotnisë, aty e ka thonë poshtë ka lagne, kush mashtron nuk është prej nesh. Hazreti Muhamedi nuk e ka thonë fjalën kush mashtron nuk është prej nesh në xhami, e ka thonë treg. E ka thonë domethënë pi dorës të parë. Prandaj ajo që unë po provoj me thonë është që kem çalu edhe në kuptim edhe ne me marr vesh jetën, domthon na kemi nevojë edhe të kuptimin e jetës, jo veç
veç të fesë. Bedriu e Cikri që na e kemi pas primatin. Mirë po, realisht sot është dështëm që kjo shkputja ka ndonë. Feja prej jetës. Prej disave, e që fatkeqësisht na pishum që shumica e njerëzve, popullata gjithmonë po ka qef me këqyr ka ajo ana e zezë që është, aty në praktikuzve dhe që ata mi marë si shembull, po feja është e pastër. Feja është e pastër. Kisha ngrit një tezë, problematika mes raportit fej-jetë dhe jetë-fej që na po e diskutojmë, dhe interpretimet nështë jo duhara tekste fetare, qofshin aty kuranore apo profetike, por para se ta diskutojmë këto, shkojmë me një ilahi dhe pastaj kthehemi e vazhdojmë bashkë bisedën tonë. Kthehemi me muhabetin studio për ta vazhduar bashkë bisedimin tonë. Unë ngrita para publicitetit ngrita një tezë, gjithsesi një çështje të diskutimit, problemi mes raportit fej-jetë dhe jetë-fej, nga njëra anë dhe ana tjetër, ndoshta këtë aspekt u diskutu ka shumë, interpretimi i teksteve kuranore ose tekste profetike, do të kisha përmend dhe se zbona i tepërt Halil Farudin, ajetën e Kuranit ku Zoti e ndërlidh këtë botë dhe botën tjetër, ku thot Zoti kërko me atë që ta ka dhënë Zoti botën tjetër dhe mos harro hisën tonë apo atë pjesën e jetës tonë që lidhet me këtë botë. Ndoshta ky është ajeti i cili na jap një çështje mundësi për mu kyç. Unë mendoj që pikëspari prej të lashëve të njerëzve që lexojnë për fe është kur bëjnë parcializim të teksteve. Për me marrë vesh fenë mirë, duhet me lexu tërsinë e fesë, sepse tekstet e plotësojnë njëra tjetrën. Kurani Fisnik është një libër që ka mbi 6000 versete, ajete, edhe është problem me shkput një ajet prej gjithë ati grumbullit të teksteve, ati mozaiku që në fund e plotëson një tjetrën, edhe vinë atëri tek këto kuptimet, kur dikush dën me denigru jetën, kur dikush për shembull na zakonisht e keni pa një interpretimet kur kem rast vdekje, kur shkojna për shembull ngushëllime, i thojna Zoti në xhenet u hiq për kësaj bote të paftyre, kjo bote kur gjuheqe, zakonisht na edhe bindjet tona, edhe ndërtimi jonë për jetën është vajzi i të pamëve. Na i na shku me ngushlu dikan që i ka dek baba, po okej, sa për me ngushlu, ane, i thojna do fjalë, po kur të vina me kriju koncept, do të me pas kujdes si interpretojnë tekstet e fesë në cilat denigrohet ose përnënçmohet kjo botë. Në bazë të asoj që thot Muhammed El Ghazali, njëri prej mendimtarëve të shekullit 20, i cilet e ka trajtu shumë gjatë këtë farë muhabeti, edhe ai është bedre pej hoxhallarëve të vetëm që ka pas arrit me plotësu ose mi bo bashk zemrën edhe mendjen, sepse në rrugtimin tonë të Zoti nuk shkohet veç me zemër pa men, qashtu që nuk shkohet veç me men e pa zemër. Një besimtar sot duhet me pas zemër për mbledh vlerat, po duhet me pas kokë për me kuptu jetën, që une thash edhe njëherë, për mua problem kur ose s'kuptohet feja, ose s'kuptohet jetë. Ose që të dy këtu ushqehen dhe morën kuptim kur kanë ushqehen me mesazhin hynor. Absolutisht. Për mos me dal total filozof. Simbas Muhammed El Ghazalit janë dy elementet që duhet mi pas parasysh në tekstet ku thuhet se kjo fe s'është sa një krahimizës, fjala vjen. Ku thuhet se kjo botë është e mallkume e kështu me radhë. E para thot është kur Zoti i Madhreshëm e ka qortu botën edhe ka nënçmu botën, është rasti kur bota ose jeta është bërë shkak me shkput robën pej Zotit. Është bërë shkak kur njeriu tu marrë me këtë jetë nuk e beson Zotin edhe nuk e beson një botë tjetër. Në këtë situatë, nëse na vim para njeriu i cili beson veç këtë botë, edhe s'don me një as për Zotin, as për botën tjetër, na i thojna më fal, po nëse ti po fol për një botë, po kjo botë pa 60 vjet, edhe duhet me vdek, përfundon jeta. Domethënë
Allahu i Madhnueshëm don mi tregu këtij njeriu që jetën që Zoti na ka fal. Nuk ka logjik që ato që Zoti ta ka fal më bosh shkak me të shkput pe Zotit. Këto është krimi, këto është gjunahi. Kur Zoti të ka dhënë jetë, të ka dhënë të mira, të ka dhënë pasuni, të ka dhënë këto të mirat, ti tash i merr ato dhe i thu Zotit, s'po duhet me të njoft. Në këtë rast këtu e hupin vlerën, sepse kjo jetë shkputet pe Zotit të Madhnueshëm. Nëse jeta përdoret si pretekst, mu shkput prej Zotit dhe mu shkput prej besimit në botën tjetër, kjo botë nuk ka më të vërtetë asnjë vlerë. Po nëse me botë e lidhemi me Zotin, e dojmë më shumë Zotin, përkundrazi, bota ka shumë vlerë. Çështja tjetër është, gjitha tekstet në Kur'an, edhe në thonjet profetike, janë i ngjajnë shenjave të komunikacionit. Shenjat e komunikacionit nuk janë gjithë stop. Ka shenjat rrezikut. Edhe tash problemi është që ti kur ti të vozit, në rrugë ki shumë shenja, të cilat thojnë me shtu kujdesin, jo mu nalë. Problemi fetarëve është, kur i lexojnë këto ajete, Zoti don ju shtu vëmendjen, do me qenë... Nështë si besojnë vetës nalën. Po jo, me qenë ma vigjilent, me qenë ma të kujdesshëm, do më thonë, rruju kësaj, po jo mu nalë. Problemi është që na e nartë këto tekste, e këto tekste nuk e thojnë stop. Të thojnë, vazhdo jetën, veç rruju për kësaj, do më thonë, po me kujdes shtu. Ideja e koordinimit jetës, e këtu tash ndodh gabimi, kur dikush i lexon këto ajete dhe nalet. Jo nalet se Zoti po thotë kështu, po Zoti s'po thotë mu nal. Zoti po thotë me shtu vëmendjen, me qenë më të kujdesshëm dhe më të motor. Në fe e cika dhe më harët thonjën e Zotit që i thotë pejgamberit, ti je shkolla më të lartë moralit. Nëse e njohim jetën e profetit, e shohim që ai ka qenë i suksesshëm në çdo aspekt. Sigurisht. Por që ata është e rëndësishme që nëse je i suksesshëm ti ki vlerë te Zoti, po edhe në shoqëri. Po nëse si je i suksesshëm, si je i suksesshëm në familje, si je i suksesshëm në shoqëri, si je i suksesshëm në raportet me njerëzit, si je i suksesshëm në arsim, si je i suksesshëm në gjitha aspektet, do thotë ato që ti ki mundësi, ti nëse menon që veç me qatë onën e praktikimit fesë në aspektin e ngushtë, atëherë nuk je i dobishëm edhe nuk ki vlerë te Zoti. Se pejgamberi kur shkoi në atë dynjë, kur u dopi kësaj bote, shkoi tu i lon njerëzit që deri dje janë vrarën me veti për kur gjë hiç, tu i vllazëroj, tu kon bashkë me njëri tjetrin, tu i mbrojt njëri tjetrin, tu ja di tjetrit drejtat, tu mos ia cenu drejtat, qoftë ai jahudi ose jo musliman çka do, po tu respektu shoqërinë. Do thotë në gjitha aspektet i lat kënaqur njerëzit, atëherë shkoi i suksesshëm te Zoti. Por që ata tregohet një rast kur njëri prej shokëve të tina ka ardhur prej vendeve të Shamit, në atë kohë në xhamin e pejgamberit nuk ka pas ndriçim. Edhe e ka pru, ka shku një vend tjetër, ka gjetë diçka risi që s'është këtu edhe është e dobishme, është e mirë me sjell në shoqëri, e ka pru një lom, do thotë që ka shërbyer për me bë dritë në xhamit të pejgamberit. Edhe kur ka ardhur pejgamberi e ka po në xhamin e ndriçuar, do thotë e ka zdrit, ka thonë kush e ka bërë këto? I thonë Temimi deri ka po semnin. Çfarë po thotë pejgamberi sa? E ka bënë diçka të dobishme për shoqërinë, i suksesshëm, një punë të mirë, po thotë Zoti ja bëv dritë edhe në dynjet edhe në ahiret. Që e ka zdrit. Kjo drita e kësaj bote. Drita, suksesi i kësaj bote të bën që me koni sukses në botën e ardhshme. Po thotë pejgamberi kush e ngjiti? I than shërtori i këtij Temimit, që e ka emrin, tha Feth. Po thotë pejgamberi, tha emrin e ka Siraj. Çka është Siraj? Kandil. Ndriçues. Thotë ti nëse bën mirë në shoqëri, ti je i vlefshëm, ti je dritë ty. Amani se ti je. Fardën për shkak të kohës, po detyrohena që me bëni një përmbledhje të shpejtë të asaj që diskutuam, e dalë me disa konkluza. E përmendë shumë mirë, domethënë ajo që po kërkohet për neve është që në shoqëni të ketë më shumë individ, cilët vend që me shoh terrin, atëherë e ndezin një qiri. Dhe edhe profeti Muhammed kur shkoi në Medinë, ju drejtu banorëve të Medinës, ishte një shoqëri multietnike, ju tha, o ju njerëz, duni Zotin me gjithë zemër. Të shikues të nderuar, edhe ju duni krijuesin tuaj me gjithë zemër. Takohemi takimet e radhës. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.